Çdo fundjavë aksi kombëtar Tirana-Elbasan-Prenjas kalon në kolaps, me mira automjete i drejtohen juglindjes e më pas kthehen prej saj, duke sjellë kaos dhe vështirësi në lëvizje. Prej një situate të tillë më i prekur rezulton qyteti i Elbasanit, ndonse një rrugë tranzite. Kjo situatë sjell bllokim të qytetit dhe pamundësi të qytetarëve për të lëvizur drejt destinacioneve të tyre të përditshme. Rasti më i rënd ishte ai pas festave të fundvitit. Autokolona automjeteve ishte kilometrike. A mund të ishte parandaluar një situatë të tillë kaotike? Ekspertët e fushës thonë se po. Inxhinieri i transportit Qani Xhafa thotë se që në nisje të zgjerimit aksit kombëtar Elbasan-Librazh, projekti nisi mbrapsht, sipasi punimet duhet kishin nisur me ndërtimin e bypassit të Elbasanit për të lehtësuar trafikun e më pas të vijohej me pjesën e rrugës në drejtim të Librazhdit dhe Prenjasit. Se që kur nis zgjerimi rrugës Elbasan-Librazh, u nis nga këmbë. Do të fillohesh nga koka, do të fillohesh zgjerimi i bypassit, pra fillimi i bypassit nga Bradasheshi në drejtim të Labinodit fush dhe pastaj të fillohesh në rrugën Elbasan-Librazh. E megjithatë, kështu e paantarësyeshme, ne shumë herë kemi kërkuar një gjë të tillë, por nuk u bë mundur. Tani që erdhi pika kritike që njerëzit rrinë me orë të tëra në trafik, atë rrugë që është pra qënditi 2013, në nxorën jashtë përdorimit për shkak të këtij trafiku të rënduar që fillon që Bradashesh dhe vazhdon deri në Librazh e më pas në Prenjas. Punimet në rrugë dhe gropat e krijuara nuk lejojnë drejtuesit e mjeteve të ecin më shumë se 10 km/h. Sipas inxhinierit të transportit zotit Xhafa, përgjegjësia bie mbi firmën ndërtuese të punimeve, e cila nuk mirëmban rrugën pas devijimeve për shkak të punimeve. Thoja është e përkohshme Librazh-Prenjas për faktin sepse ka qenë ditët e pushimit dhe vizitorët e shumë, por një faktor kryesor që ka ndikuar në trafikun e zonave Librazh-Prenjas dhe Librazh-Elbasan ka qenë edhe shkak i punimeve që firma ndërtuese po bën në ato akse që ka filluar prej kohësh dhe vazhdon. Ne kemi ngritur edhe herë tjetër këtë shqetësim, firma ndërtuese pasi devijon trafikun në pjesë të ndryshme të Karagjas për shkak punimesh, nuk mirëmban aksin nacional që trafiku të jetë normal. Elbasani është në emergjencë, ndaj ndërtimi i bypassit duhet të nisë sa më parë. Deri atëherë, thotë ai, duhet të investohet në rrugët dytësore. Do ta shpëtonte në mënyrë urgjente autoriteti rrugor shqiptar, se s'po them qeveria, se qeveria, autoriteti rrugor shqiptar duhet në mënyrë urgjente të fillojë bypassin e Elbasanit, të paktën të lidh autostradën e Tiranës me degëzimet të Librazh dhe Rogozhin, që të jetë dalje menjëhershme në këtë rrugë. Trafiku në rrugë shoqërohet me nervozizëm dhe shqetësim te qytetarët.